تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، gjithë lavdia I takon vetëm Allahut, ata e lavdrojmë dhe I shprehim lavdi, prej Tij kërkojmë ndihmë dhe prej Tij kërkojmë falje, kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga e keqja e vetes sonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Kë udhëzon Allahu s'ka kush e devion dhe kë e devion Allahu s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, I cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe I dërguar I Tij. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij, si dhe të gjithë ata që e ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o Zoti ynë, Ti je I lartësuar dhe I pastër nga çdo emet, ne nuk dim asgjë posa asaj që na ke mësuar Ti, në të vërtetë Ti je I gjithditur I urti. O Allah, na bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi. Na shto diturin, na e përmirëso gjendjen tonë tërësi dhe mos na lër të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Mëtej, vazhdojmë me shpjegimet në lidhje me librin Ad-Durusul Muhimme li Ammatil Ummah, mësimet të rëndësishme për masat e përgjithshme, të autorit, dietarit kolosal, Sheikh Abdulaziz ibn Abdillah ibn Baz, I cili ka vdekur në vitin 1420 të Hijretit. Allahu e mëshiroft dhe e falt. Atë, Allahu na falt ne, prindrit tanë, dietarët tanë, dhe të gjithë muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtaret, të gjallët dhe të vdekurit. Jemi të mësimi I 4 prej këtyre mësimeve të rëndësishme, ku autori, Allahu e mëshiroft, thot, ad-darsu ar-rabi' aqsamu at-tauhid wa aqsamu ash-shirk. Do të thonë, llojet e tauhidit dhe llojet e shirkut, ose pjesët e tauhidit dhe pjesët apo llojet, ndarjet e shirkut. Ka thonë bejanu aqsamit tauhid wa hiya thalatha, tauhidul rububiyya wa tauhidul uluhiyya wa tauhidul asma'i was sifat. Do thot, duhet të sqarohen llojet apo pjesët e tauhidit dhe ato janë 3: tauhid rububiyya, tauhid al-uluhiyya dhe tauhid al-asma'i was sifat. Pra, në këtë mësim ka filluar autori rahimahullah me shpjegimin e tauhidit, I cili është shpjegimi më I rëndësishëm ose dituria më e rëndësishme të cilën duhet ta mësoj njeriu, dhe veçanti, do të thonë, çështja më e rëndësishme me të cilën duhet të angazhohet muslimani. Sepse për këtë qëllim, për këtë tauhid, Allahu na ka krijuar dhe për këtë ekzistojmë. Dhe si ka thënë Allahu subhanahu wa taala, prandaj do thotë qëllimi I ekzistimit të njeriut është dituria më e rëndësishme të cilën duhet ta mësoj. Dhe nëse analizohet Kurani dhe Suneti dhe shikohen argumentet e librit Allahut dhe Sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, përfundohet se tauhidi ndahet në 3 pjesë. Tauhid ar-rububiyya, pra veçimi I Allahut në zotërimin e Tij, tauhid al-uluhiyya, veçimi I Allahut me adhurim, dhe tauhidul asma'i was sifat, që do thot veçimi I Allahut me emrat dhe cilësitë e Tij. Këto 3 pjesë edhe kjo ndarje, do të thonë, nuk është prej mendimeve të dietarëve, as nuk është si shprehen disa se është vetëm ndarje për shpjegim. Nuk është e vërtetë, do të thonë, nuk është vetëm ndarje teorike, por është praktikisht nga libri I Allahut, drejt për drejt, do të thonë, nga argumentet e Kuranit dhe nga argumentet e Sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Themi njësoj si të çështjet tjera, do të thonë, për secilën çështje të fesë,
dietarët i kanë nxjerr ndarjet ose pjesët ose kushtet ose shtyllat, duke i analizuar argumentet e Kuranit dhe Sunetit. Sepse disa prej njerëzve kundërshtojnë këtë ndarje të tauhidit dhe thonë, a ka dikun në Kuran ose në Sunet ku thotë tauhidi ndahet në 3 pjesë? Nuk ka kështu me këtë thjeshtësi, do thotë fjalët e Allahut janë të larta dhe të përsosura. Mirë po edhe nuk ka në Kuran dhe Sunet ku thuhet kushtet e namazit janë 6 ose 9 ose shtyllat e kështu me radhë. Mirë po nga analizimi i argumenteve të Kuranit dhe Sunetit nxiren këto çështje të shariatit. Këto 3 pjesë të tauhidit janë pjesë, do thotë që ndërlidhen fuqishëm me njëra tjetrën, nuk ndahen, nuk ka mundësi që të besoj robi në një pjesë prej tyre edhe një pjesë ta mohoj, domethënë besoj se Allahu është një i vetëm në zotrim, vetëm ai është Zoti, krijuesi, furnizuesi dhe nuk ka zot tjetër përveç tij, edhe me këtë të mjaftoj. Por domosdoshëm duhet ta veçoj Allahun me adhurim dhe ta veçoj Allahun me emrat dhe cilësitë e tij. Edhe tjera, do thotë nuk ka mundësi që të ndahet njëra pjesë edhe të mjaftoj edhe të lihen pjesë tjera. Pra megjithse ndahet në pjesë, do thotë nuk mund të veçohet njëra pjesë të lihet, tjetra të merret. Dhe tauhidur rububiyya, do të thonë besimi se Allahu është një i vetëm në zotrim dhe nuk ka zot tjetër përveç tij, nuk ka ortak në zotrim, e patjetërson domosdoshëm tauhidul uluhiyya. Do thot patjetër, nëse ai është Zoti i vetëm dhe ai është i gjithfuqishmi, krijuesi, sunduesi, furnizuesi, ai është që vendos në krijesat e tij çka do ai, atëherë nga kjo domosdoshëm duhet të pasojë tauhid el uluhiyya, do të thonë që mos adhurohet askush përveç atij subhanahu wa taala. Po ashtu edhe tauhidul asma'i was sifat, veçimi i Allahut me emrat dhe cilësitë, do thot kur njeriu pranon se Allahu është i gjithdijshmi, i gjithfuqishmi, i gjithmëshirshmi dhe se ai shet çdo gjë dhe dëgjon gjithçka dhe se ai është sunduesi absolut, do të thonë ai vendos atë që do ai, atëherë, do të thonë kjo e patjetërson domosdoshëm që njeriu mos adhurojë askënd përveç atij subhanahu wa taala. Dhe nga ana tjetër, nëse e marrim tauhidul uluhiyya, pra që do thotë të adhurohet vetëm Allahu një dhe mos adhurohet askush krahas atij, kjo e përfshin vetvete atë që u tha më herët, do të thënë tauhidul rububiyya dhe tauhidul asma wa sifat i përfshin. Pra kur njeriu e ka bindjen e plotë në zemër dhe në dituri dhe në praktik nuk adhuron askën tjetër përveç Allahut, do të thonë aty brenda përfshihet se ai ka besim të pastër për tauhid ar-rububiyya dhe tauhidul asma'i was sifat. Prandaj disa prej dietarëve këto 3 lloj ose këto 3 pjesë të tauhidit i kanë ndarë në 2 pjesë, si thot autori rahimahullah më vonë, do ta lexojmë. Kam thënë se tauhidi ndahet në tauhid teorik dhe tauhid praktik. Domethënë në tauhidin teorik ose i thuhet tauhidul ma'rifati wal ithbat, do thotë tauhidi i njohjes dhe pohimit të Allahut. Aty hyn tauhidul rububiyya dhe tauhidul asma'i was sifat, sepse këto të dyja kanë të bëjnë me njohjen e Allahut dhe me miratimin e besimit në Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe tauhidi tjetër, tauhidi praktik ose vepror, do të thonë tauhidi i adhurimit, që të veçohet Allahu me adhurim në vepra. Do të thonë gjitha veprat i drejtohen vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala me përkushtim të pastër. Do të thonë këta 2 tauhide, do thotë nëse e marrim tauhidin teorik, rububiyya dhe asma wa sifat, dhe tauhidin praktik, që është tauhidul ibada. Do të thonë
tauhidin e njohjes dhe tauhidin e drejtimit të adhurimit, vetëm Allahut subhanahu wa taala. Këto dy janë qëllimi i krijimit, që është përmendur në librin e Allahut subhanahu wa taala. Ka thënë Allahu i lartësuar: Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithluhun yatanazzalu al-amru baynahun. Do të thënë Allahu është ai që ka krijuar 7 qiej dhe gjithashtu po ashtu ka krijuar edhe prej tokës dhe urdhri i tij zbret mes tyre. Për çfarë qëllimi? Li ta'lamu anna Allaha ala kulli shay'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma. Do të thonë që ta dini se Allahu është i gjithfuqishëm për çdo gjë dhe që ta dini se Allahu ka përfshirë me diturinë e tij çdo gjë. Do thotë ka krijuar që ta dini. Do të thonë ta njihni se Allahu është Zoti i vetëm, nuk ka Zot përveç tij, dhe se ai ka cilësitë e përsosura dhe emrat e përsosur dhe më të bukur. Kurse për pjesën e dytë, argumenti është fjala e Allahut: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Do thotë nuk i kam krijuar xhinët dhe njerëzit për asgjë përveç se që të më adhurojnë. Do thotë pjesa e parë që të më njohin, që ta dinë Allahun, dhe pjesa e dytë që ta adhurojnë vetëm Allahun subhanahu wa taala. Do thotë këta dy lloje të tauhidit janë qëllimi i krijimit. Do thonë që t'i njohim emrat e Zotit ton, t'i njohim cilësitë e Zotit ton subhanahu wa taala me ato që Allahu ka dashur të njihet te robrit e tij. Do thonë atë që e ka shpallur që me to ta njohin robrit Allahut. Pra do thotë ky është njëra pjesë e qëllimit të krijimit. Edhe pjesa e dytë është pjesa praktike që përveç njohjes, do të thonë njerëzit me të vërtetë praktikisht ta veçojnë me veprat e tyre vetëm Allahun subhanahu wa taala. Dhe tham këto pjesë të tauhidit, do të thonë këto dy grupe, pra grupi teorik që hyn tauhidul rububiyya dhe tauhidul asma'i was sifat, dhe grupi praktik që është tauhidi i adhurimit, veçimi i Allahut me adhurim. Këto njihen nga hulumtimi dhe studimi i gjithëpërfshirës i librit të Allahut dhe sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe këto i gjejmë në shumë ajete, ose të përmendura bashk, ose të përmendura argumente dhe sqarime veç e veç për secilin prej këtyre pjesëve, për secilën prej këtyre pjesëve. Edhe shohim që nga fillimi i Kuranit, do të thonë Kurani fillon me sqarimin e këtyre 3 pjesëve të tauhidit. Do të thonë nëse e fillojmë nga surja Al-Fatiha, thot Allahu subhanahu wa taala: Alhamdulillahi rabbil alamin. Do të thonë e gjithë lavdia i takon Allahut, Zotit të gjitha krijesave. Që do të thonë tauhid ar-rububiyya. Do thotë se Allahu është Zoti i vetëm i të gjitha krijesave dhe çdo gjë përveç tij është krijesë dhe është e zotruar, është e nënshtruar ndaj Allahut subhanahu wa taala. Pastaj ka thënë Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, do thotë i gjithëmëshirshmi, mëshiruesi, sunduesi i ditës së gjykimit, ku sqarohen disa prej emrave të Allahut dhe cilësive të tij, me të cilat njihet Allahu subhanahu wa taala. Do të thonë tauhidul asma'i was sifat, veçimi i Allahut me emrat dhe cilësitë e tij. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, do të thonë vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje kërkojmë ndihmë. Do thotë këtu është tauhidi i uluhiyes, tauhidi veçimi i Allahut me adhurim. Dhe këto 3 ajete ka thënë Allahu se janë për Allahun. Do të thonë 3 ajetet e para janë për Allahun, kurse ky ajeti i 4, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, do të thonë është mes robit dhe Allahut. Do thotë që veprat e robit i drejtohen vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe kështu gjejmë në shumë vende në Kur'an, siç thash, në disa ajete të mbledhura bashk, në disa ajete të sqaruara, do të thonë duke sqaruar secilën prej këtyre pjesëve në veti. Dhe në fund të Kuranit, do të thonë kur të vazhdojmë deri në fund të Kuranit të surja Nas, thot Allahu: "Qul a'udhu bi rabbin nas", pra thuaj,
kërkojnë mbrojtje te Zoti I njerëzve. Do thotë që është I vetmi, që ka tauhid, do të thënë që është vërtetim për tauhid rububiyya. Veçimi I Allahut në zotrimin e tij. Melikin Nas, do të thënë sunduesi I njerëzve, që është një prej emrave të Allahut, Melik, do të thënë këtu përfshihet dhe emri Melik gjithashtu përfshin shumë prej emrave dhe cilësive të Allahut subhanahu wa ta'ala. Do të thënë bëhet fjalë për tauhidul asma'i was sifat. Ilahin nas, do të thënë I adhuruari I njerëzve, I adhuruari vetëm me merit, të cilit I drejtohen njerëzit. Dhe kjo është tauhidul uluhiyya. Tauhid ar-rububiyya. Do të thënë tani në detaje të flasim për secilën prej këtyre pjesëve. Tauhid ar-rububiyya do të thotë që njeriu të besoj, bindshëm, dhe ta aprovoj këtë me zemrën e tij, dhe ta miratoj me gojë, se Allahu është Zoti I vetëm, krijuesi I çdo gjëje, furnizuesi, ai që jep jetë, që e çon vdekjen, ai që I kontrollon çështjet e krijesave të tij dhe vetëm ai vendos në krijesat e tij. Nuk ka ortak për këtë, dhe nuk ka ndihmës, edhe nuk ka të barabartë në këtë Allahu subhanahu wa ta'ala. Ky quhet tauhid ar-rububiyya. Vjen nga fjala Rabb, që do të thonë Zot, pra shkurtimisht. Dhe ky tauhid është I ngulitur në krijimin e njerëzit. Do të thonë është pjesë e ekzistimit të njerëzit. Dhe këtë tauhid e gjen njeriu natyrshëm në veten e vet, në shpirtin dhe zemrën e vet. Se ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala: "Wa idh akhadha rabbuka min bani Adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum." Do të thënë kur Allahu I mori pasardhësit e Ademit, pra gjithë njerëzimin, e nxori prej kurizit të Ademit dhe I bëri ata të dëshmojnë për veten e vet, të jenë dëshmitar për gjendjen e tyre, dhe u tha: "Alastu bi rabbikum." Do të thënë a nuk jam unë Zoti juaj? Qalu bala shahidna. Do të thënë ata thanë, po, pra pa dyshim ti je Zoti ynë dhe këtë e dëshmojmë. Dhe kjo është ngulitur në shpirtrat e njerëzve dhe nuk mund të çrënjoset tërësisht. Do të thënë Allahu I ka bërë dëshmitar të gjithë njerëzit, që ta dinë se Allahu është Zoti I vetëm dhe nuk ka Zot përveç Tij. Dhe mirë po, edhe në këtë temë kanë devijuar disa prej njerëzve. Dhe në këtë çështje, do të thonë, kanë devijuar në fjalë dhe në vepra. Edhe kanë pretenduar se ka Zot tjetër përveç Zotit subhanahu wa ta'ala. Si është Faraoni, I cili e ka mohuar këtë veçim të Allahut në zotrim, edhe ka thonë për veten e tij se është Zot. Edhe prandaj ja ka mohuar Musait a.s. thotë Zotin, edhe I ka thonë wa ma rabbul alamin. Do të thonë çka është ky Zoti I botës, që po thuti, atë që ka thonë Musa alayhi salatu wassalam, I ka thonë çka është Zoti I botës, do të thonë nuk ka. Dhe ka thonë Musa alayhi salatu wassalam: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Do të thonë ai është Zoti I qiellit dhe tokës dhe çdo gjë që ka mes tyre, nëse jeni të bindur. Pastaj Faraoni është përgjigjur për nënçmim, do të thonë për t'u larguar nga qëllimi për të cilin ka fol Musa alayhis salam, ka thonë ala tasma'un, ala tastami'un. Do të thonë si do të ishte në gjuhën e thjeshtë të njerëzve, dëgjoni. Do të thonë shihni se çka thot ky. Dhe ka thonë, pastaj Musa alayhis salam nuk është shpërqendruar nga kjo, por ka vazhduar të sqarojë, ka thënë Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin, ai është Zoti juaj dhe Zoti I baballarëve tuaj të mëparshëm, të paraardhësve tuaj. Atëherë Faraoni ka thënë inna rasulakum alladhi ursila ilaykum lamajnun. Ka thënë ky I dërguari që është dërguar te ju, qenka I çmendur. Do të thonë
për këto fjalë. Ky është argumenti i njerëzve të dështuar. Ka thënë Musa a.s. Rabbul mashriqi wal maghribi wama bainahuma in kuntum taqilun. Do të thënë ai është Zoti i lindjes dhe perëndimit dhe çdo gjëje që ka mes tyre, nëse mendoni. Do thotë me këto ja ka sjell argumentet faraonit dhe popullit të tij. Do të thënë nëse mendoni dhe i ktheheni logjikës shëndosh dhe natyrës në të cilën ju ka krijuar Allahu subhanahu wa taala, do ta dini se ai është Zoti i vetëm dhe nuk ka Zot përveç tij subhanahu wa taala. Ngjashëm me faraonin, ka pas edhe njerëz të tjerë që kanë devijuar në këtë tauhid, si është ai mbreti që ka polemizuar me Ibrahimin alayhis salam. Dhe këtë ka përmendur Allahu subhanahu wa ta'ala, ka thënë: "Alam tara ila alladhi hajja Ibrahima fi rabbih an ataahu Allahu al-mulk." Do të thënë, a e di atë që polemizoi me Ibrahimin për Zotin e tij, pasi Allahu i pa dhënë pushtet. Do të thënë me që kishte pushtet, do të thënë mori guximin dhe trimërinë kriminale që të debatojë për mohimin e Zotit subhanahu wa ta'ala. Thot, idh qala Ibrahimu rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Kur Ibrahimi tha, Zoti im jep jetë dhe vdekje. Dhe thot, ai ka thënë, ana uhyi wa umit. Ka thënë edhe unë jap jetë dhe vdekje. Dhe ka sjell dy persona, njërin e ka liruar, tjetrin e ka vrarë, edhe ka thënë, ja edhe unë jap jetë, këtij dhash jetë, këtij dhash vdekje. Domethënë ka pretenduar se është Zot për veti. Qala Ibrahimu fa inna Allaha ya'ti bish-shamsi min al-mashriqi fa'ti biha min al-maghrib. Në thot atëherë Ibrahimi tha, Allahu e sjell diellin nga lindja, sillet ti nga perëndimi. Nëse pretendon se ti je Zot, domethënë bëje këtë vepër. Atëherë thot Allahu fa buhita alladhi kafar, domethënë mbeti pa fjalë ai mohuesi. Më thënë nuk kishte argument. Dhe thot me këto, pejgamberët e Allahut i kanë shfaqur argumentet dhe i kanë sjell para njerëzve që kanë mohuar. Dhe thot wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin, dhe Allahu nuk i udhëzon njerëzit e padrejt. Qëllimi është se njerëzit janë të krijuar me këtë natyrë që e kanë pjesë përbërëse të krijesës së tyre, besimin se Zoti është një dhe i vetëm, dhe ai është krijuesi i çdo gjëje. Si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma min mauludin illa yuladu ala al-fitra. Do të thënë secili që lind me natyrshmërinë e pastër. Cila është kjo natyrshmëri e pastër? E sqaron më tutje hadithi, thot fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Atëherë prindrit e tij e bëjnë jahudi, ose e bëjnë krishter, ose e bëjnë mexusi, do thotë që e largojnë nga natyrshmëria e pastër. Pra këtu nuk ka thonë e bëjnë prindrit e tij e bëjnë musliman, ose e bëjnë krishter, ose e bëjnë, por ka thonë se kjo do të thotë që natyrshmëria e pastër është besimi në tauhid, edhe që është Islami. Pra besimi i pastër në tauhid është feja e Allahut, Islam. Pastaj, do të thonë ai është me këtë natyrshmëri të pastër, edhe logjik, me këtë lind njeriu. Atëherë prindrit e tij, do të thonë i ka përmendur prindrit se kuptohet se shumica e njerëzve kanë dy prindër, megjithse ka mundësi ta devijojë njëri prej prindërve, ose ka mundësi ta devijojë dikush tjetër, jashtë, që nuk është prej prindërve. Do thotë ja ndryshon këtë natyrë në të cilën e ka krijuar Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe kjo natyrë është ajo që ka thënë Allahu fa aqim wajhaka lid-dini hanifan. Do thotë drejtoje fytyrën në fen e drejtë të pastër, do të thonë që është pastër prej shirkut, fitrat Allah allati fatara an-nasa 'alayha, do të thonë kjo është pastërtia ose natyra e pastër në të cilën Allahu i ka krijuar njerëzit. Dhe ka thënë gjithashtu, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se thot Allahu në hadith qudsi, wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum. Do të thonë unë i kam krijuar të gjithë robërit e mi të pastër, pa shirk.
Do të thënë nuk ka në ndjenjen e brendshme, do të thënë në krijesën e njeriut nuk ka anim ka shirku. Do të është i pastër që të besoj në një Zot. Wa innahum atathum ash-shayatin. Pastaj atyre u kanë ardhur shejtanët. Fajtalatuhum an dinihim. Dhe i kanë larguar, i kanë rrëmbyer dhe i kanë hequr nga feja e tyre. Wa harramat alayhim ma ahlaltu lahum wa amaratuhum, do të thënë dhe u kanë bërë haram atë që unë u kanë bërë halal. Wa amarathum an yushriku bi ma lam unzil bihi sultana. Dhe shejtanët janë ata që i kanë urdhëruar njerëzit që të më shoqërojnë mua, të më bëjnë shirk, do të thënë diçka për të cilën unë asnjëherë nuk kam shpallur asnjë argument. Pra nuk ka argument nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Do thotë kjo është gjendja, ky është kuptimi i tauhid rububia dhe kjo është gjendja e njeriut me ta. Mirë po ky tauhid nuk mjafton për ta arritur shpëtimin. Nuk mjafton që njeriu të ketë vetëm tauhid rububia. Sepse do thotë kjo është natyra e pastër, edhe kjo është një pjesë e tauhidit. Dhe nuk plotësohet tauhidi vetëm me të. Sepse Allahu subhanahu wa taala ka thënë: "Wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din." Do të thonë ata nuk ishin urdhëruar për asgjë tjetër përveç se që ta adhurojnë Allahun me përkushtim të pastër dhe të plot të gjithë fesë, të gjitha adhurimeve, vetëm ndaj Allahut subhanahu wa taala. Për këtë shkak Allahu i ka përmendur mushrikët dhe ka thënë: "Wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun." Do thonë shumica e tyre besojnë në Allahun, por duke i bërë shirk atij. Edhe këtu Allahu ka pohuar se ata besojnë në Allahun. Dhe cili është besimi i tyre? Ka thënë Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, do thotë se ata besojnë që Allahu është Zoti krijuesi, furnizuesi. Se kur pyeten, siç është në shumë ajete, nëse i pyet ata, kush ju ka krijuar ju, kush i ka krijuar baballar tuaj edhe pararësit tuaj, kush i ka krijuar qiellin, tokën, malet, e kështu me radhë, gjithmonë përgjigjen Allahu. Kush ju furnizon nga qielli dhe nga toka? Përgjigjen Allahu. Kush është ai që i kontrollon të gjitha çështjet dhe e zbret shiun e kështu me radhë? Përgjigjen Allahu. Domethënë kanë besuar në rububie. Pra shumë prej tyre besojnë në Allahun, mirë po duke i bërë shirk. Kurse shirku i tyre është duke adhuruar tjetër kënd përveç Allahut subhanahu wa taala. Do të thonë, Allahu i ka quajtur mushrikun, megjithse ka thënë se besojnë në rububien e Allahut. Gjithashtu ka thënë Allahu: "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Pra mos i bëni Allahut të barabartë, duke qenë se ju e dini. Pra mos i bëni Allahut të barabartë në adhurim, kur e dini se Allahu nuk ka të barabartë në zotrim. Pra ka thënë autori rahimahullah, fjala e tij ishte bejanu aqsamit tauhid, tham sqarimi i pjesëve të tauhidit. Wa hiya thalatha. Edhe pjesët e tauhidit janë 3. Tauhidul rububiyya, wa tauhidul uluhiyya, wa tauhidul asma'i was sifat. Pra tauhidi në zotrim, tauhidi në adhurim dhe tauhidi në emrat dhe cilësitë e Allahut. Amma tauhidul rububiyya, do të thonë sa i përket tauhidul rububiyyes, është فهو الإيمان بأن الله سبحانه الخالق لكل شيء. Do të thonë është besimi se Allahu i lartësuar është krijuesi i çdo gjëje, wal mutasarrifu fi kulli shay, dhe ai është që kontrollon dhe vendos çdo gjë në krijesat e tij, la sharika lahu fi dhalik, dhe nuk ka ortak në asgjë prej këtyre çështjeve. Pastaj ka thënë: "Wa amma tauhidul uluhiyya", do thotë sa i përket tauhid al-uluhiyyes. فهو الإيمان بأن الله سبحانه هو المعبود بحق. Do të thonë tauhidul uluhiyya është besimi se Allahu i lartësuar është i vetmi që adhurohet me të drejtë. La sharika lahu fi dhalik. Nuk ka ortak, nuk ka bashkëpjesmarrës, do të thonë në këtë. Wa huwa ma'na la ilaha illa Allah. Dhe ky tauhid është kuptimi i fjalës la ilaha illa Allah. Fa inna ma'naha
se kuptimi i kësaj fjale është la ma'buda haqqun illa Allah. Do thot nuk ka të adhuruar të vërtet ose të drejt përveç Allahut. Fa jami'u al-ibadati min salatin wa sawmin wa ghayri dhalik yajibu ikhlasuha lillahi wahdah. Do të thonë të gjitha adhurimet, si namazi, agjerimi dhe çdo gjë tjetër, çdo adhurim tjetër, është obligim që të veçohet dhe të pastrohet, të kthjellohet vetëm për Allahun një, të vetëm. Wala yajuzu sarfu shay'in minha li ghayrihi, dhe nuk lejohet asgjë prej këtyre adhurimeve të drejtohet tjetër kujt përveç Allahut. Do thot tauhidul uluhiyya ose tauhidul ibada ose tauhidul amali, do të thonë tauhidi hynizimit ose tauhidi adhurimit ose tauhidi praktik, të gjitha janë emra të ndryshme për një realitet. Do të thonë është që mos lutet askush përveç Allahut, do të thonë që njeriu mos i lutet askujt përveç Allahut, mos kërkojë ndihmë nga askush përveç Allahut, mos i mbështetet askujt përveç Allahut, mos therr kurban për askënd përveç se për Allahun, mos bëj zotim për askënd përveç Allahut dhe mos i drejtoj asnjë lloj adhurimi askujt përveç Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe të gjitha adhurimet i drejtohen vetëm Allahut të lartësuar. Ka thënë Allahu: "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah." Do të thonë thuaj, namazi im, kurbani im, jeta ime dhe vdekja ime, të gjitha janë vetëm për Allahun, Zotin e botëve, i cili nuk ka ortak. Wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin, dhe me këtë jam i urdhëruar dhe unë jam i pari i muslimanëve. Pra tauhid al-uluhiyya është veçimi i Allahut me adhurim dhe pastrimi i adhurimit ose pastrimi i kushtimit të adhurimit vetëm ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala dhe distancimi dhe largimi prej të gjitha njollave të shirkut. Si ka thënë Allahu për fjalën e Ibrahimit a.s. që ka thënë innani bara'un mimma ta'buduna illa alladhi fatarani. Do të thonë unë jam i pastër dhe i distancuar nga ajo që ju adhuroni, përveç atij që më ka krijuar. Dhe ka thënë Allahu: "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut." Pra në secilin popull kemi dërguar që të thotë adhuroni Allahun dhe largohuni prej adhurimit të çdo kujt tjetër. Ka thënë wa'budu Allaha wa la tushriku bihi shay'a. Adhuroni Allahun dhe mos i shoqëroni në adhurim asgjë. Ka thënë wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Pra Zoti juaj ka urdhëruar prerazi, ka caktuar prerazi që mos adhuroni askënd përveç atij. Dhe ka thënë wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din. Do thënë nuk ishin urdhëruar për asgjë tjetër përveç se që ta adhurojnë Allahun me përkushtim të plotë dhe të pastër të fesë vetëm ndaj tij. Dhe ka thënë ala lillahi ad-dinul khalis. Do thënë dijeni se vetëm Allahut i takon feja dhe adhurimi i pastër. Kjo që e themi, folëm për të njëjtën edhe te kuptimi i fjalës la ilaha illallah. Edhe kjo është tauhidi, prandaj fjala la ilaha illallah quhet kalimatut tauhid. Do thotë fjala e tauhidit. Ajo është fjalë dhe e përfshin tauhidin, për cilin jemi të krijuar. Dhe kjo fjalë nuk është vetëm fjalë që thuhet, do të thënë vetëm që shqiptohet, por ka kuptim, domethënie dhe kërkon vepra, kërkon edhe veprim, edhe largim prej veprave. Sepse kjo fjalë përfshin edhe mohim në fillim, la ilaha, nuk ka të adhuruar të drejtë. Illa Allah, përveç Allahut. Do të thënë mohohet adhurimi i çdo kujt që ekziston, përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe pohohet adhurimi vetëm për Allahun një dhe të vetëm të pashoq dhe pa ortak. Prandaj ai që thot la ilaha illallah, thot la ilaha illallah, duke ju lutur dikujt tjetër përveç Allahut. Do të thënë se nuk e ka kuptuar fjalën la ilaha illallah. Ka njerëz që e marrin kurbanin për ta therrur për varrin, ose për idhullin, ose për evlia, ose për shenjtor, edhe kur e therr, thot bismillah, Allahu ekber, la ilaha illallah. Do të thënë
thot se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut, duke e bërë adhurimin për tjetër kënd, ose lutet, domethënë te varri, duke thënë la ilaha illallah, ose thot la ilaha illallah në xhami, pastaj pas xhamis del dhe i lutet varreve. Madje ka thot njerëz që në sejdë, duke qenë i luten tjetër kujt përveç Allahut. Domethënë në këmbë ka thënë iyyaka na'bud, vetëm ty të adhuroj. Kurse në sejdë i ka kërkuar tjetër kujt, domethënë dhe jo Allahut subhanahu wa ta'ala. Si tham, ky kuptim i fjalës la ilaha illallah dhe kjo ndarje e tauhidit është në fjalët e Allahut në Kur'an dhe në fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ky sqarim mund ta marrim si shembull një sqarim të bukur, të mrekullueshëm, edhe me të vërtetë të dobishëm nga dhikri i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të ne e dim se kur japim selam, një dhikr prej më të parëve është kjo fjalë ku e shohim se përsëritet shumë herë fjala la ilaha illallah. Domethënë pas selamit fillojmë me dhikrin që thuhet në të la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, la hawla wa la quwwata illa billah. Kjo një, pastaj la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahu an-ni'matu wa lahu al-fadlu wa lahu ath-thana'u al-hasan. 2. Pastaj la ilaha illallah mukhlisina lahu ad-din walau kariha al-kafirun. Do të kjo fjalë është fjalë madhështore. 3 herë përsëritet fjala la ilaha illallah. Dhe pas secilës herë që thuhet, do të thonë jepet sqarim i asaj fjale. Prandaj atë që e themi shumë herë, edhe duhet ta kemi parasysh se dhikri ka kuptim. Edhe dhikri patjetër duhet të ndikojë te robi, ta përsëris imanin, do të thonë ta kontrolloj veprat, ta kontrolloj robi, do të thonë duke e bërë dhikrin. Edhe ta përsëris beslidhjen me Allahun subhanahu wa ta'ala. Prandaj, nëse i analizojmë të gjitha dhikret që bëhen mëngjes, në mbrëmje, dhikret e gjumit, dhikri pas namazit, do thotë shumë shpesh, njeriu i përsërit këto fjalë që kanë ardhur nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe të gjitha ato shohim përforcim, riafirmim, përforcim, domethënë të tauhidit. Edhe në këtë fjalë që e themi pas secilit namaz, domethënë në fillim te la ilaha illallah e para, kelimetut tauhid e para, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Domethënë pra si është përkthimi, nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut, i cili është një dhe i vetëm, dhe nuk ka ortak. Do thotë, kjo është shpjegim i fjalës la ilaha illallah. Do thotë që ka fjala la ilaha illallah përfshin mohim dhe pohim. Edhe këtu wahdahu, që është një i vetëm, është përforcim i pohimit. La sharika lahu, do thonë nuk ka ortak, është përforcim i mohimit, që është fjala la ilaha illallah. Pastaj pas kësaj vijnë argumentet e tauhidit. Do të thonë njëherë shpjegimi i domethënies së fjalës la ilaha illallah, pastaj argumentet. Lahul mulku, do të thonë atij i takon i gjithë pushteti, wa lahul hamdu, atij i takon e gjithë lavdia. Do të thotë ai është sunduesi, ai është Zoti absolut dhe atij i takojnë emrat dhe cilësitë e përsosura dhe të larta. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Edhe ai është i gjithë fuqishëm për çdo gjë. Dhe themi la hawla wala quwwata illa billah. Do të thonë nuk ka lëvizje dhe nuk ka fuqi përveç se me Allahun subhanahu wa ta'ala. Pastaj vim te kelimet e tauhid për së dyti. La ilaha illallah wala na'budu illa iyyah. Do të thonë nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut. Dhe nuk e adhurojmë askënd përveç atë. Do të thonë përsëri përforcim të mohimit, wala na'budu, nuk e adhurojmë askënd illa iyyahu, përveç atë. Gjithashtu është përforcim i kuptimit të fjalës la ilaha illallah. Pastaj argumentet për të, lahun ni'me, do të thonë atij takon, pra atij është e gjithë dhuntia. Çdo mirësi, çdo dhunti që e kemi është prej Allahut. Wa lahul fadlu, edhe atij është e gjithë mirësia.
walahu thana'ul hasan. Do thotë dhe atij takon lëvdata ose lavdi i bukur. Do të thonë përsëri argumentet e tauhidul uluhijes, do të thonë të përforcuara me rububie, do të thonë dhuntit, mirësia janë nga Allahu, vetëm ai është Zoti dhe atij takon lavdi i bukur, do të thonë që atij takojnë emrat dhe cilësitë e përsosura. Pastaj përsëri la ilaha illa Allah mukhlisina lahu ad-dina walau kariha al-kafirun. Do të thonë nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut, ja kushtojmë gjithë adhurimin me pastërti vetëm atij, edhe nëse këta e urrejnë mosbesimtarët. Përsëri, do të thonë përforcim i pohimit dhe mohimit. Do të thonë përforcim, pra siç është ajeti wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din. Do të thonë me përkushtim të plot të adhurimit vetëm ndaj Allahut subhanahu wa taala. Do thotë la ilaha, nuk ka të adhuruar të drejtë illa Allahu, përveç Allahut, dhe gjithë adhurimin ja kushtojmë vetëm Allahut subhanahu wa taala. Do të thonë te ky dhikr që duhet ta bëj besimtari pas secilit namaz, do të thonë ripërtrin tauhidin e tij dhe riafirmon tauhidin dhe imanin vazhdimisht, e kujton veten në këtë tauhid. Prandaj nuk ka nevojë për shumë komentime ose filozofi, por mjafton ta shpjegojmë fjalën la ilaha illallah me këto fjalë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra nëse themi se la ilaha illallah do të thotë pra kështu nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut, wahdahu la sharika lah, do të thonë që është një i vetëm dhe nuk ka ortak, wala na'budu illa iyyah, dhe nuk e adhurojmë askënd përveç atij, mukhlisina lahu ad-din, do të thonë me përkushtim të plot të fesë dhe të gjitha adhurimeve vetëm për të subhanahu wa taala. Do thotë kjo do të ishte mjaftueshme dhe është e mjaftueshme, do të thonë, për shpjegimin e fjalës la ilaha illallah. Dhe secili që kundërshton, do të thonë, përplaset me këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj duhet vazhdimisht ta ketë parasysh njeriu kur e bën dhikrin, secilin dhikr, sidomos, do të thonë, duke ju përmbajtur dhikreve të caktuara që janë në sunnet, do të thonë, duhet ti ketë parasysh kuptimet e atyre dhe çka kërkojnë ose çfarë rezultate sjellin te robi. Atëherë përfiton prej dhikrit. Atëherë bëhet, do të thonë, prej atyre që e përmendin Allahun, se përndryshe nëse e përmend Allahun duke pasur mendjen edhe zemrën krejtësisht dikun tjetër, do të nuk ka dobi prej atij dhikri. Do thotë kjo e gjitha na mëson për tauhid al-uluhiyya, dhe në veçanti, do të thonë, duke pas parasysh se lutja nuk i drejtohet askujt përveç Allahut subhanahu wa taala, sepse lutja është adhurimi dhe secili adhurim është lutje. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwa al-ibada. Do të thonë, lutja është adhurimi. Edhe pastaj e ka lexuar ajetin wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Do të thonë, Zoti juaj ka thënë, mu lutni mua, unë do t'ju përgjigjem. Pra ka urdhëruar për lutje. Dhe ka thënë, innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin, do të thonë ata të cilët janë me ndërmend ndaj adhurimit tim, do të thonë për të madhuruar mua, nuk pranojnë, që do të thonë se lutja që u përmend është adhurimi. Ata që e mohojnë me mendjemadhësi adhurimin ndaj Allahut, dhe ata do të hyjnë në xhehenem të poshtruar. Për këtë shkak, ka thënë autori rahimahullah, pra fa jami'u al-ibadat, të gjitha adhurimet, namaz, agjerim e të tjera, çdo lloj adhurimit, duhet t'i kushtohen pastër vetëm Allahut një, dhe nuk lejohet t'i drejtohen askujt tjetër përveç Allahut. Nëse i drejtohet në një adhurim tjetër kujt përveç Allahut, do thotë ai njeri është në shirk, ka dalë prej Islamit dhe asgjësohen veprat e tij. Ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, duke i ju drejtuar pejgamberit të tij sallallahu alaihi wasallam dhe duke i futur të gjithë pejgamberët, të gjithë të dërguarit e Allahut. Ka thënë
wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik. Do të thonë të është shpallur ty, o Muhammed, dhe atyre që ishin para teje. Do të thonë gjithë pejgamberëve të tjerë ju ka ardhur kjo shpallje. La in ashrakta la yahbatanna amaluk. Do të thonë nëse bën shirk, do të azgjësohen veprat. Wala takunanna min al khasirin, edhe do të jesh prej të humburve. Do të thonë do të humbësh nga të gjitha veprat. Çdo vepër që e ke bërë, sjellje e mirë me prindrit, lëmosha, humanitet, edhe agjerim, për shembull, xhihad ose haxh e të tjera. Do të thonë nëse bën shirk, edhe adhuron tjetër kanë përveç Allahut, azgjësohen të gjitha veprat dhe do të jesh humbës. Do të thonë nuk ka fitim nga veprat tjera. Prandaj thot belillaha fa'bud wa kum min ash-shakirin. Por vetëm Allahun adhuroje dhe bëhu falënderues ndaj tij. Ky është kuptimi i ajetit që çdo herë përsërisim në shpjegimin e tauhidit. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Thuaj, namazi im, kurbani im, jeta ime dhe vdekja ime janë vetëm për Allahun, Zotin e të gjitha krijesave, la sharika lahu, i cili nuk ka asnjë ortak dhe asnjë të barabartë. Pastaj ka thonë autori rahimahullah ka thonë wa amma tauhidul asma'i was sifat. Do të thonë sa i përket tauhidul asma'i was sifat, ose veçimit të Allahut me emrat dhe cilësitë e tij. فهو الإيمان بكل ما ورد في القرآن الكريم أو الأحاديث الصحيحة من أسماء الله وصفاته. Do të thonë këtë tauhid çka është? Të besohet çdo gjë që ka ardhur në Kur'anin e Madhrishëm dhe në hadithet e sakta, sahiha, dhe çdo emër i Allahut dhe çdo cilësi i Allahut që është përmendur në to, wa ithbatuha lillahi wahdahu ala alwajhi allaiqi bihi subhanahu. Do të thonë dhe pohimi i këtyre emrave dhe cilësive për Allahun një, veç. Dhe duke i pohuar ato ashtu si i takon madhrisë së tij subhanahu wa ta'ala. Min ghayri tahrifin wala ta'til, pa bër shtrembrim as mohim, wala takyifin wala tamthil, dhe pa bër përshkrim ose përngjasim apo barazim. Do thot, qëllimi është ta veçojmë Allahun me emrat dhe cilësitë e tij. Çka do thot ta veçojmë Allahun me emrat dhe cilësi? Do thot se ata emra dhe ato cilësi që Allahu i ka përmendur në Kur'an ose i ka shpallur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ai ka përmendur në hadithet e tij, ti përshkruan Allahut vetëm atij. Do të thënë ajo cilësi, për shembull nëse e marrim mëshirën ose fuqinë, do të thënë që i takon vetëm Allahut, në atë mënyrë që i takon Allahut, ajo është e veçantë vetëm për Allahun, nuk ka të ngjashëm me të. Do thotë ky është veçimi i Allahut me emrat dhe cilësitë e tij, që emrat dhe cilësitë ti mvisen vetëm Allahut, do të thënë ato që janë Kur'an dhe në Sunet, duke mos pasur ortak në to ose të ngjashëm në to. Duke u bazuar te fjala e Allahut, leysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, do të thënë si Allahu nuk është asgjë, dhe ai është gjithë dëgjuesi, gjithë shikuesi, edhe ka thënë hel ta'lamu lahu samia, do të thënë a ekziston ndonjë që e ka emrin e njëjtë me emrin e Allahut. Pra nuk ka askush që është i ngjashëm ose i krahasueshëm me Allahun në emrat e tij, edhe nuk është askush i ngjashëm ose i krahasueshëm me Allahun në cilësitë e tij. Dhe ka thënë Allahu fala tadribu lillahi al-amthal, do të thënë mos sillni shembuj për Allahun. Fala taj'alu lillahi andadan, dhe mos bëni të barabartë me Allahun, do të thënë mos bëni dikon që është mos e thoni dikon që është i ngjashëm ose i barabartë me Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe do thotë me këtë
jemi të urdhruar t'i pohojmë, t'i pranojmë dhe t'i besojmë emrat dhe cilësitë e Allahut, ashtu si janë në Kur'an dhe si janë në Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pa bërë asnjë shtrembrim në to. Se ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, "Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha." Do të thënë Allahut i takojnë emrat e bukur dhe me këta emra luteni atë. "Wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'i." Dhe braktisni ata të cilët i mohojnë emrat e tij. Se ju gjëzëune ma kanu ja'melun. Ata, do të thënë, do të shpërblehen ose do të dënohen për atë që kanë vepruar. Dhe mohimi ose ilhad, do të thënë, shtrembrimi të emrat e Allahut, ka mundësi të ketë në një prej 4 aspekteve. Ose është, do të thënë, shtrembrim i fjalës, do të thotë duke i shtuar një shkronjë fjalës ose duke i hequr një shkronjë. Pra sikur kanë thonë istewa, është isteula, ose duke ndryshuar kuptimin. Do të thonë duke i dhënë një fjale, kuptim të një fjale tjetër. Si kanë thonë, dorë do të thotë fuqi, pra shtrembrim i kuptimit. Ose ta'til, që do të thotë mohim, pra ose zbrazje e kuptimit. Do të thonë, themi se Allahu ka mëshirë, mirë po fjala mëshirë nuk ka asnjë kuptim. Do të thotë kështu thonë disa prej grupeve të devijuara. Tjetra formë e shtrembrimit është përngjasimi. Do të thonë ose përpara kësaj përshkrimi. Do thotë që të thotë dikush se Allahu është i larti ose Allahu qëndron mbi arsh dhe qëndrimi mbi arsh është kështu e kështu. Do të thonë ky është përshkrim i cilësisë dhe tregim i formës ose mënyrës, dhe kjo është, do thotë, devijim në këtë temë, në tauhidin e emrave dhe cilësive. Dhe selefët kur e kanë mohu këtë përshkrimin, e kanë mohuar, do të thonë, formën ose mënyrën, e kanë mohuar diturinë tonë për formën ose mënyrën. Jo se nuk ekziston formë ose mënyrë në të cilën është ajo cilësi. Do të thënë ka një formë edhe ka një mënyrë si qëndron Allahu mbi arsh ose si zbret në qiellin e tokës, ka. Mirë po, atë mënyrë e di Allahu subhanahu wa ta'ala dhe ne nuk na ka shpallur. Prandaj ka thënë Imam Maliku, el-istiwa'u ma'lum, do të thënë qëndrimi mbi arsh është i njohur. E kuptojmë se çka do të thotë. Wal kayfu majhul, kurse si është e panjohur. Do të thënë nuk e dim, ne nuk e dim, jo se nuk ka asnjë mënyrë. Dhe këtu selefët do thotë kanë mohuar dëshirën për ta njohur mënyrën e cilësive të Allahut. Thotë duhet ta kemi parasysh se ne e njohim Allahun vetëm ashtu si na ka shpallur ai. Nuk ka tjetër mënyrë për të arritur në njohjen e Allahut subhanahu wa ta'ala. Prandaj, gjithashtu nëse kthehemi prapë te dhikri, kur robi çdo mëngjes dhe mbrëmje e thot ajetul kursi. Edhe mas secilit namaz e thot ajetul kursi. Ndoshta e thot edhe në raste të tjera, ndoshta e thot edhe brenda namazit, do të thonë shumë herë. Edhe kalon te fjala që thot wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha. Do të thonë njerëzit nuk mund të arrijnë asgjë prej diturisë së Allahut përveç atë që do ai. Do të thonë veç atë dituri që ka dashur Allahu ne ta dim, atë na ka shpallur. Edhe me atë e njohim Allahun dhe me atë dituri e adhurojmë Allahun subhanahu wa ta'ala. Kurse hulumtimi se si është kjo, si ka ardhur, si ka shkuar, ose si qëndron Allahu mbi arsh, ose si krijon, ose si mëshiron e kështu me radhë, do të thonë ajo është në diturinë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe pa përngjasim. Do të thonë forma tjetër e devijimit ose shtrembrimit të emrave dhe cilësive të Allahut është përngjasimi. E para, përshkrimi është më e përgjithshme. Do të thonë, pra kur thot dikush, nëse e marrim themi kjo tavolinë ka këtë formë, këtë ngjyrë kështu me radhë, ky është përshkrim. Kurse kur themi kjo tavolinë është njësoj si kjo tavolinë, atëherë kjo është përngjasim. Prandaj kur flasim për Allahun subhanahu wa ta'ala, nuk lejohet as përshkrimi, përveç asaj
për cilën ka argument në Kur'an ose në Sunet, dhe nuk lejohet as përngjasimi. Është e qartë se Allahu ka thënë lejse kemithlihi shay'un. Do të thonë se Allahu nuk është asgjë. Dhe Allahu i ka pohuar cilësitë, wa huwa as-sami'ul basir. Dhe ai ka, do të thonë, shikim dhe dëgjim, që janë cilësitë të Allahut. Mirë po nuk i përngjet në ato askush. Prandaj nëse thot dikush dëgjimi i Allahut është si dëgjimi ynë, ose shikimi i Allahut si shikimi ynë, ose qëndrimi i Allahut është mbi arsh si qëndron njeriu mbi fronin do të thonë si qëndron mbreti mbi fronin e kështu me radhë. Do thotë gjitha këto janë mohim edhe shtrembrim i emrave dhe cilësive të Allahut. Kurse ehlu sunna wal jamaa i besojnë emrave dhe cilësive të Allahut ashtu si janë përmendur në Kur'an, si ka thënë Imam Ahmedi, la natajawazul Qur'ana was sunna, dhe nuk e tejkalojmë Kur'anin dhe Sunetin. I besojmë ashtu si kanë ardhur me kuptime të qarta, kuptimi, domethënia është e qartë, dhe nuk e shtrembrojmë as fjalën as kuptimin, nuk e mohojmë domethënien dhe nuk e zbrazim fjalën prej kuptimit. Gjithashtu nuk e përshkruajmë cilësinë dhe nuk e përngjasojmë ose nuk e krahasojmë. Ky është kuptimi i saktë. Nëse ka diçka, domethënë mohim në këto ose shtrembrim në këto katër çështje ose katër kategori, domethënë ky është mohim i tauhidit. Mohim i emrave dhe cilësive të Allahut dhe mohim plotësisht i tauhidit, dhe mohim i besimit në Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe ka thënë autori rahimahullah, amalan bi qawli Allahi subhanahu, do të thënë këtë besim e kemi duke vepruar me fjalën e Allahut, qul huwa Allahu ahad, Allahu as-samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pra thuaj, Allahu është një i vetëm. Allahu është as-samad, nuk ka lindur dhe nuk është i lindur dhe nuk e ka lindur askënd, dhe me të nuk është i barabartë askush. Dhe gjithashtu duke vepruar me fjalën lejse kemithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, pra sigur ai nuk është asgjë dhe ai është gjithë dëgjuesi, gjithë shikuesi. Do thotë, pra ky besim i Ahlus Sunna wal Jamaa bazohet në këto fjalë të Allahut, në surën Ikhlas, sepse kjo quhet Ikhlas, do të thonë se është e kulluar, e veçantë vetëm për cilësitë e Allahut. Dhe prandaj nëse thot dikush çka është Allahu, ose kush është Allahu, ose si e besoni ju Allahun, dhe i përgjigjesh me këtë sure, do të thënë mjafton për t'i treguar cilësitë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Do të thënë se Allahu është një i vetëm, Zoti i vetëm, dhe i adhuruar i vetëm me merit, dhe i vetmi në të gjitha emrat dhe cilësitë e tij. Dhe Allahu as-Samad, do të thënë Allahu është e ka këtë cilësi as-Samad, që do të thënë se është i përsosur absolut dhe i pavarur, nuk ka nevojë për askënd. Dhe çdo kush ka nevojë për të subhanahu wa ta'ala. Lam yalid wa lam yulad, do të thënë nuk e ka lindur askënd dhe nuk është i lindur prej askujt, pra nuk ka paraprirës subhanahu wa ta'ala, edhe nuk ka pasardhës, nuk ka fëmijë i lartësuar dhe i pastër është Allahu nga këto. Dhe lam yakul lahu kufuwan ahad, me të nuk është i krahasueshëm ose i barabartë askush. Pra kjo sure mjafton për treguar për Allahun subhanahu wa ta'ala. Edhe për këtë shkak një prej sahabeve vazhdimisht e ka lexuar në secilin rekat në fund, domethënë të rekatit e ka lexuar këtë sure. Edhe sahabët tjerë janë çuditur nga veprimi i tij, edhe janë ankuar te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, saluhu li ayyi shay'in yasna'u dhalik, pra pyeteni për çka e bën këtë. Dhe e kanë pyetur dhe ai ka thënë sepse kjo sure është me cilësitë e Allahut, me cilësitë të gjithëmëshirshmit. Dhe unë e dua këtë sure. Edhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i kanë treguar, ka thënë akhbiruhu anna Allaha yuhibbuh, do të thënë tregojini se Allahu e do ata, ose ka thënë dashuria yte ndaj kësaj sureje të ka futur në xhennet. Pra do thotë tauhidul asma was sifat, veçimi i Allahut në emrat dhe cilësitë e tij, do të thotë bazohet në këto dy shtylla. Pastrim
i Allahut, duke i pohuar cilësitë e tij dhe pohim i cilësive të tij duke e mohuar përngjasimin. Do të thonë, edhe këtu ka pohim dhe mohim. Pohim i cilësive ashtu si kanë ardhur dhe mohim i përngjasimit ose i mangësive. Dhe kjo është akide e qartë, e lehtë dhe e përshtatshme me natyrën e pastër të besimtarit. Pastaj ka thonë autori rahimahullah, وقد جعلها بعض أهل العلم نوعين وأدخل الأسماء والصفات في توحيد الربوبية. Do të thonë, disa prej dietarëve kanë thënë se tauhidi është dy llojesh dhe këtë tauhidul asma wa sifat e ka futur te tauhid ar-rububiyya. Do të thonë pjesë të zotrimit. Pra Zotin për ta njohur, do të thonë veçohet në zotrimin e tij dhe veçohet me emrat dhe cilësitë e tij. Pastaj tjetra është në lidhje me robrit që duhet ta veçojnë me veprat e tyre. Edhe ka thënë wala mushahata fi dhalik, do të thonë nuk ka kundërshtim në këtë, li'anna al-maqsuda wadih fi kila at-taqsimain, sepse qëllimi i sqarimit është i qartë, do të thonë të dyja këto ndarje. Dhe ka thënë Sheikh Ibn Baz rahimahullah në përgjigjet e tij se kjo është ajo që gjendet në Kur'an dhe në Sunet. Kjo është ajo që e shohim në argumentet e Kur'anit dhe Sunetit. Edhe ky është qëllimi për cilin është i krijuar njeriu, edhe për cilin janë të krijuar krijesat. I përmendëm ajetet në fillim. Ka thënë Sheikh Ibn Baz, "Walaysat aqsamu at-tauhidi arba'a." Dhe pjesët e tauhidit nuk janë 4, por 3, siç kanë thënë dietarët. Kurse tauhidul hakimiyya, do të thonë që e përmendin njerëzit e politikës, do të thonë duan që ta lën anash tauhidin për cilin Allahu i ka krijuar njerëzit dhe angazhohen me një çështje tjetër, që është qëllimi i tyre për të arritur në pushtet dhe në karrike, në koltuke. Kanë futur në fe një tauhid tjetër që e kanë quajtur tauhidul hakimiyya. Do të thonë veçimi i Allahut me ose me sundim ose me ligjvënie. Do të thonë që vetëm Allahu është ligjvënësi. Për këtë Sheikh Ibn Baz thotë tauhidul hakimiyya dakhilun fi tauhidil ibada. Do të thonë ky tauhid hyn brenda tauhidit të adhurimit. Do të thonë adhurojmë Allahun vetëm sipas ligjeve të tij. Pra hyn se në realitet e harrojnë këta njerëz që flasin për tauhid hakimiyya pjesën tjetër të ajetit. Ata argumentojnë me një ajet që është hak, do të thonë e ka shpallur Allahu subhanahu wa ta'ala, ku ka thënë Allahu, inil hukmu illa lillah. Do thotë, gjykimi, ose sundimi, ose ligjvënia i takojnë vetëm Allahut. Dhe vazhdimi i ajetit cili është, amara an la ta'budu illa iyyah. Do thonë, ai ka urdhëruar që mos e adhuroni askënd përveç se atë. Do thotë, ky është qëllimi i krijimit, qëllimi i zbritjes së ligjeve, ky është qëllimi i hakimijes. Dhalika ad-dinul qayyim, do të thonë kjo është feja e drejtë, walakin akthara an-nasi la ya'lamun. Do të thonë por shumica e njerëzve nuk dinë. Ky është ajeti i plot. Prandaj Sheikh Ibn Baz thotë se tauhidul hakimiyya hyn brenda tauhidul uluhiyes. Kurse gjithashtu disa dietar thonë se tauhidul hakimiyya hyn brenda tauhid rububiyya. Do thotë nëse e marrim në aspekt të sundimit, kuptohet se hyn në rububiyye. Nëse e marrim në aspekt të ligjvënies, edhe kush ka të drejtë të caktoj ligje, është vetëm Zoti subhanahu wa taala dhe hyn kjo në rububiyye. Nëse marrim në aspekt të zbatimit të ligjeve të Allahut, do të thonë hyn në tauhid uluhiyye. Prandaj do thotë kjo është ndarja e saktë për të cilat i shohim argumentet në Kur'an dhe në Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe shkurtimisht, kur ta dim se ky është tauhidi dhe dim se çdo herë ka udhëzim edhe ka devijim. Edhe devijimi është ajo që është e kundërt me udhëzimin. Dhe në lidhje me këto pjesë të tauhidit, e shohim se ka devijim, do të thonë secilën pjesë. Sa i përket tauhid al-rububiyya,
Do të thënë kur e dim se tauhid rububia do thotë që Allahu është një i vetëm në zotrim, ai është Zoti, ai i vetmi është që krijon, furnizon, jep jetë, vdekje, ai është që i sundon çështjet e krijesave të tij. E kundërta e kësaj është që një njeriu të besojë se ka tjetër Zot përveç Allahut. Do të thënë se ka dy zotra ose më shumë, ose tre, do thotë, ose më shumë. Gjitha këto janë njësoj. Do thotë ky njeri që ka bërë këtë ka devijuar në rububie. Gjithashtu në lidhje me emrat dhe cilësitë e Allahut, e sqaruam, ai i cili mohon cilësitë e Allahut ose i zbraz kuptimet e tyre, ose nuk pranon diçka prej asaj që Allahu ka thënë Kur'an, se është cilësi e tij, ose që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atëherë ky është i devijuar dhe mohues i besimit në Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe Allahu i ka quajtur mosbesimtar ata që mohojnë diçka prej cilësive të Allahut. Edhe tregon Allahu subhanahu wa ta'ala për banorët e xhehenemit, se u thot: "Walakin dhanantum anna Allaha la ya'lamu kathiran mimma ta'malun." Por ju menduat se Allahu nuk i di shumë prej atyre që ju veproni. Do thot e kanë mohuar diturinë e Allahut, kanë mohuar një prej cilësive të Allahut, ose kanë mohuar një pjesë të njërës prej cilësive të Allahut, edhe për këtë shkak Allahu thot: "Wadhalika dhannukum alladhi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum min al-khasirin." Do të thënë ky mendim që menduat për Zotin tuaj, ky ju devijoi, edhe ju hodhi poshtë dhe u bët të humbur. Fa in yasbiru fan-naru mathwal lahum. Do të thënë nëse mund të durojnë, atëherë vendbanimi i tyre është zjarri. Dhe nuk mund ta durojnë, do të thënë zjarrin. Wa in yasta'tibu fama hum min al-mu'tabin. Edhe nëse kërkojnë falje, atyre nuk u falet. Do të thënë nuk u pranohet tani kërkimi i faljes, që do të thënë se janë përgjithmonë në xhehenem, sepse kanë mohuar një prej cilësive të Allahut. Dhe gjithashtu ka thënë Allahu për mushrikt: "Wa hum yakfuruna bir-Rahman." Do të thënë ata e mohojnë këtë emër të Allahut, Ar-Rahman. Kanë mohuar dhe do thotë ky emër që do thotë i gjithëmëshirshëm. Ky është do thotë mohimi i këtij emri, këtë ka quajtur Allahu se është kufër për Allahun subhanahu wa ta'ala. Do të thonë, pra mohimi i një cilësie, ose mohimi i një prej emrave të Allahut, që është i vërtetuar në Kur'an ose në Sunet, është kufër, edhe është devijim. Gjithashtu njëkohësisht edhe përngjasimi, do thotë i emrave dhe cilësive të Allahut me krijesat, ose dhënia krijesave cilësitë të Allahut, do të thënë të gjitha këto janë kufër. Kjo është nëse mohohet diçka prej asaj që është pohuar në Kur'an ose në Sunet. Gjithashtu edhe nëse i pohohet diçka Allahut që nuk e ka, që është mohuar në Kur'an ose në Sunet, po ashtu është kufër. Nëse i shtohet cilësi që nuk e ka Allahu subhanahu wa ta'ala, siç është se Allahu ka thënë lem yelid wa lam yulad, do të thënë Allahu nuk ka lindur, nuk e ka lindur askënd dhe nuk është i lindur ai. Dhe ka thonë për mosbesimtarët: "Wa qalu ittakhadha ar-Rahmanu walada." Do të thënë ata thonë i gjithëmëshirshmi ka fëmijë. Edhe ka thënë Allahu: "Laqad ji'tum shay'an idda." Do të thënë sollët një gjë të tmerrshme, do të thënë që është shumë e rëndë. "Takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda. An da'u lir-Rahmani 'abda." Do thotë qiejt duan të coptohen, të qahen, edhe toka gjithashtu të qahet dhe malet të bien të thërmuara, sepse ata kanë pretenduar se i gjithëmëshirshmi ka fëmijë. Do thotë, prandaj devijimi në rububie ose në emrat dhe cilësitë e Allahut në këto mënyra, padyshim se është kufër. Do të thënë mohimi i Zotit ose përshkrimi i zotrave të tjerë përveç Allahut është kufër. Mohimi i cilësive të Allahut ose shtimi i ndonjë cilësie që nuk e ka Allahu, ose përngjasimi dhe krahasimi i Allahut me krijesat, të gjitha këto janë kufër. Dhe gjithashtu në lidhje me tauhidul uluhije,
Pra adhurimi i tjetër kujt përveç Allahut subhanahu wa taala, duke i kërkuar, duke ju lutur, duke bërë kurban për dikën tjetër përveç Allahut, do të thonë të gjitha këto janë kufër. Dhe këto janë, do të thonë, me këtë hym te tema në vazhdim, që janë llojet e shirkut, për të cilën do të flasim në mësimet e ardhshme insha Allahu. والله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين